You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. Ikona amerikane e filmit dhe teatrit, Lauren Bacall, aktoria legjendare e kohës së artë të Hollywoodit, është ndar nga jeta në qytetin e New Yorkut në moshën 89 vjeçare. Lajmin e ka konfirmuar djali i saj, i cili në profilin në Twitter shkruan me dhimbje të thellë, por me mirënjohje të madhe për jetën e saj të mahnitshme, konfirmojnë largimin nga kjo jetë të Lauren Bacall. Ylli i Hollywoodit ka qenë martuar me aktorin tjetër të madh, Humphrey Bogart, me të cilin ka 2 fëmijë. Gjatë karrierës së saj, ikona amerikane ka luajtur më shumë se 30 filma, përfshirë edhe prodhimet e njohura e të suksesshme si How to Marry a Millionaire apo Murder on the Orient Express. Megjithatë, ajo vazhdoi të aktrojë deri në fund të viteve të saj, duke realizuar një karrierë rreth 70 vjeçare. Përpos martesës me Bogart, ajo ka qenë e fejuar edhe me Frank Sinatra dhe e martuar edhe me Jason Roberts. Ajo ka aktruar për krah Marilyn Monroe, Kirk Douglas, Johnny Wayne dhe legjendave të tjera të Hollywoodit. Në 1970-ën, Lauren fitoi çmimin Tony Awards, ndërsa në 1981 çmimin Gruaja e Vitit. E para që shprehu dhimbje për humbjen e aktores legjendare ishte aktoria Barbara Streisand, me të cilën Lauren performoi në filmin The Mirror Has Two Faces. Të shumt kanë qenë edhe fansa të cilët kanë shprehur dhimbje për humbjen e të madhes Lauren Bacall, ndërto edhe aktoria shqiptare Eliza Dushku, e cila shkruan: "Shuhet një tjetër legjend, natën e mirë bukuroshe."